Dhe ndeshje profesionale, ndeshjen kryesore da kesë Nuri Seferi, të bëjë vetaj publike, po ndeshjen kryesore da kesë Nuria, djese një bukser nga Libanoni, cili të buksuje për rrypin e VBC-s Aziz, Lulzim Ismaili, Leonard Lima, është një djalë i ri, një Steven Duka, është për momentin kampion bote junior të Federate VBO, djese një vajzë Lorena Bonuzo, dhe më dhënë djese një buksera nga Kosova, Leonid Gashi, edhe janë do tjerë, dhe më dhënë djese një spektakl i bukur, ku nishtarët e mendojnë ka pikajava tjetër dhe nisim të bëjnë publike, se ndë është herët të shkojnë gjatë, të njësë të vite, më të ndodhe, diçka, më kupton, po mendoj pikajava tjetër të fillojnë edhe kundërshtarët i bëjnë publike. Që do të të kemi një mix interesant si viteve të kaluara, Maqedoni, Kosovë, ndoshta për Shqipërisë, ndë një boksier, nëse mund të shirë. Nuk du më bërë shumë deshja, kupton se edhe publika lodhët, edhe 3-5-6 orë atë i lodhët, një 4 orë, të kesë edhe muzikë, të kesë edhe pak spektakl boksit, si që thash deshe edhe një show kamp mes Manuelsen edhe një bokserit tjetër, deshe një ndeshje për titull VBC-s, po jashtë e sa unë të thash Tyson shqiptar, Nuri Seferi, dhe bëjë ndeshje në këtu në Tetov. A ka bërë më herët Nuri Seferi në një ndeshje të tillë në Tetov? Jo, ka buksu në Kostivar, ka edhe në Shku, në Tetov, kurse jo. Kjo është hera e parë që vjen Nuri Seferi në Tetov? Hera e parë që vjen në Tetov, dhe unë të thash është diçka që a mos du të bëjmë publike, në të bëjmë në rije vetë.